Shenjave të falënderimit është që kur ta kish një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, që mos jesh mendje madh me atë që e gëzon. Autoritetin tënd, e vladin tënd, shtëpinë tënde, veturën tënde. Atëherë kur njerëzit të lavdrojnë, ule kokën, uli syt, thuaj elhamdulillah, kjo është mirësi për Allahut azza wa jall. Se shumë ka në tokë vëllezër që në momentin që i vin një mirësi edhe më komet nuk i presin tokë, nuk i prekin tokë. Po që se ka qenë një njëri që ka fitu post, ka hip me një post, ka një fillim edhe ka një mbarim, ma nuk shkon ata vende ku ka shku, ku i ka shku shoqënia. Shkabim. Po që se është një njëri që ka fitu një pasuri me një herë, është ngrit nalt. I haron të varfërit, bile edhe familjarët nuk do me i taku se ata kanë me që ati ku kanë qenë. Nuk bon vëllezër. Thuhet me gjashu i ka thirë, që i ka pas ata vezirat e vetë, ministrat e vetë, dhe ju ka dhonë një myshde me atë që ju ka qu selamin, se jam i gëzum sot, hajdeni se dëne me falenderu, me bo një falenderim, kur kanë ardhë e kanë pa me kokën ullet. Edhe dikush e ka pyet, ka thonë, o mbret, ka thonë, a nuk na qove, ka thonë, neve selamin se që ke sot i gëzum, për një mirësi që të ka ardhur, ne qojmë, ka thonë, ti kokën të posh e ki. Thot, po, thot, jam i gëzum, por thot, unë kam lexu dhe kam dëgju, se Allahu azza wa jall i ka shpall Isaut a.s. birit të Mërjemes, kur të ta jep një mirësi, prite atë me për ullësi, që ta plotsoj edhe ma shumë bite. Një mirësi kur tim prej Allahu subhanahu wa taala, ata qaste mos të të merë mendje madhësia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Mekë, në qastet e para, hadithu është Sahih Buhari dhe Muslim, thot Enes ibn Maliku, si një djalosh i ri, që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot kur kina hi hadith thot Mekë, në atë qytet që i kanë dëbu sahabët edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë dalë, shehurazi kanë dalë, thot nuk ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke umbur, jo, e ka ullë thot kokën e ti mbi deven që ka qenë. Ka hi me përkullje, me medostin, në kulmin e medostis. Kështu e donë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është një shenjë falenderimi.